Këshilli kushtetues i Gjykatës Supreme të Venezuelës urdhëroi që zëvendës presidenti Delcy Rodriguez të marrë përsipër detyrën e presidentit të përkohshëm në mungesë të Nicolas Maduro, i cili u arrestua mëngjesin e së shtunës në një operacion nga forcat amerikane. Vendimi i gjykatës thotë se Rodriguez do të marrë përsipër funksionin e presidentit të Republikës së Venezuelës me qëllim garantimin e vazhdimësisë administrative dhe mbrojtjes gjithëpërfshirëse të kombit, raporton Reuters. Vendimi shton se gjykata do ta shqyrtojë çështjen me qëllim që të përcaktoj kuadrin ligjor të zbatueshëm në mënyrë që të garantojë vazhdimsinë e shtetit, menaxhimin e qeverisë dhe mbrojtjen e sovranitetit përballë mungesës së detyruar të presidentit të Republikës. Ushtria amerikane kreu një operacion në Caracas, në cilin u arrestua presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro, i cili më pas u dërgua në SBA dhe u ndalua në New York. Aeroplani që transportonte Maduron ul pranë New Yorkut të shtunën në mbrëmje, pas së cilës ai u transportua në qytet me helikopter përpara se të merrej me një konvoj të madh dhe nën eskortë të rënd policore në qendrën e paraburgimit Metropolitan në Brooklyn. Pamjet e publikuara nga autoritetet amerikane tregojnë Maduron të prangosur dhe me sy të lidhur gjatë fluturimit pas duke u shoqëruar në një korridor në zyrat e agjencisë amerikane të zbatimit të ligjit kundër drogave, ku ai u dëgjua duke uruar një gëzuar vitineri. Kryebashkiaku i New Yorkut Zoran Mamdani dënoi sulmin e njëanshëm të SBA-ve ndaj Venezuelës, duke thënë se ishte një akt lufte dhe shkelje e ligjit federal si dhe atij ndërkombëtar.